Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e radio-televizionit publik shqiptar. Mirë se erdhët në ekranin e radio-televizionit të Korçës. Ai është konsideruar dhe është cilësuar nga kryeministri Edi Rama si lideri i shqiptarëve pas Ali Ahmetit. Dhe kjo për faktin e thjeshtë. Ka një influencë dhe është një ndër figurat më popullore mes maqedonasve. Doktor i njohur, po në të njëjtën kohë i vetmi profesor shqiptar në neurologji në Universitetin e Shkupit. Me sloganin Gostivari i pari, ai udhëhoqi zgjedhjet lokale të vitit 2017 dhe arriti jo vetëm ta drejtojë për 2 mandate me radhë komunën e Gostivarit, por ta çojë atë ndër komunat që është vlerësuar ndër më të mirat aty ku jetojnë shqiptarët në krejt Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ekskluzivisht në një intervistë, po natyrisht është dhe një privilegj për mua si gazetare, të kem në një intervistë zotin Arben Taravari, kryetar i partisë Aleanca për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zoti Taravari, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta, faleminderit për mundësi. Është kënaqësi për mua që vini pas një sër takimesh që keni zhvilluar. E keni filluar nga Pogradeci, apo jo? Ashtu, praf. Me një takim me kryetarin e Bashkisë Pogradeci. Me kryetarin e Bashkisë Pogradeci, takimi i parë ishte, përndryshe vendosëm që me 4 kandidatët për kryetar komunash, sepse në Maqedoni tash i kemi zgjedhjet në 19 tetor janë zgjedhjet vendore, me 4 kandidatët për kryetar komunash, të cilët shpresoj në tetor të bëhen edhe kryetar të komunave përkatëse, të vizitojmë disa prej komunave në pjesën jug lindore të Shqipërisë. Konkretisht i filluam takimet në Pogradec, mandej takime do të kemi edhe në Korçë, edhe në Kolonjë, dhe gjithashtu do të mbarojmë takimin e fundit në Pustec, dhe besoj dhe shpresoj në të ardhmen përsëri të vizitojmë disa komuna të cilat mund të shërbejnë si rol modele të udhëhequra prej kryetarëve të bashkive të cilat konsiderohen të suksesshëm në Shqipëri. Në fakt ku përqendrua biseda me kryetarin e Bashkisë së Pogradecit? Kryesisht biseduam për menaxhimin lokal me zotëri Ilirin, me kryetarin Ilirin, biseduam si për shembull mbeturinat si menaxhohen atje, qendë ndacak si menaxhohen, pajisja e ujit, menaxhimi me projekte ndërkombëtare, gjithashtu bashkëbiseduan kryetari aktual i Gostivarit me kryetarin e Pogradecit për eventualisht cross-border projekte të cilat mund të realizojnë së bashku, projekte të cilat i kanë realizuar ndërkombëtare kryetari i Pogradecit dhe kryetari i komunës së Gostivarit dhe kryetari i komunës së Vrapçishit aktual, dhe përsëri këto janë kandidat për kryetar komunash, dhe 2 kandidatët e ri të cilët besoj se në tetor do ta udhëheqin komunën e Sarajit dhe komunën e Tearcës. Pse keni zgjedhur rajonin e Juglindjes për ta vizituar? Po unë mendoj se, edhe pse kam respekt për tërë territorin e Shqipërisë, po mendoj se pak më them kështu tipike qytetrimin e gjen në këtë pjesë të Shqipërisë, posaçërisht Korça, Kolonja, mendoj se spaku sipas me të gjithë plot të rilindas shqiptar rjedhin prej këtu, në qoftë se ka model të qytetrimit që duhet të kopjohet dhe të miret, nuk kam dyshim që është kjo pjesë e Shqipërisë, vendet prej nga Vin Fanoli e Faik Konica, kështu që vendosëm kësaj radhe të vizitojmë këto bashki, besoj në një them kështu vizitë të ardhshme të vizitojmë edhe disa komuna tjera. Po Korçën, sa e njihni, zoti Taravari? Në fakt, duhet pyetjen ta zgjeroj pak më tej. Një banor i komunës së Gostivarit, ose edhe një shqiptar i Maqedonisë së Veriut, sa besoni se e njohin në fakt Korçën? Në qoftë se thoni e përmendni në Gostivar Korçën, puna e parë që do ta përmendni janë këngët e vjetra qytetare korçare. Dhe nuk besoj se ka shtëpi në Gostivar që nuk i dëgjojnë këto këngë të vjetra, kështu që puna tjetër respektohet për shkak të qytetrimit që e konsiderojnë se
plot arsimtari dhe mësues nga Korça kanë ardhur edhe kanë punuar në Maqedoninë Perëndimore atje ku jetojnë shqiptar. Gjithashtu apo këtu gjendet edhe Instituti i Alfabetit, të cilën e paraqet çdo kush në ditën e 22 nëntorit, që është dita e alfabetit shqiptar. Kështu që mendoj se në përgjithësi dhe njësër kontribuesi është në fakt të krijimin e alfabetit në Kongresin e Manastirit, sigurisht që kanë edhe një numër i konsiderueshëm korçarësh. Absolut. Padyshim që një numër i konsiderueshëm atyre të cilët ishin pjesëmarrës në Kongresin apo konferencën e alfabetit që u mbajt në Manastir në 22 nëntor, dhe shkolla e parë nëse zgaboj, po liceun e Francës, gjithashtu çdo kush ka dijeni për atë, them ka plot elemente të cilat si gostivaras që dim për Korçë. Veç aspektit politik dhe arsimor, në fakt sa e njihni politikën e rajonit tonë, zhvillimet e fundit, sa i ndishni, po pse jo edhe në Korçë zhvillimet e fundit? Padyshim që në Maqedoni intensivisht edhe në mënyrë të kontinuar ndiqen zhvillimet politike edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Them konkretisht çfarë ndodh në Korçë apo në Pogradec apo në Pustec, nuk mund të them, por politikat shtetërore të qeverisë së Republikës së Shqipërisë, as që diskutohet se çdo një njeri prej Maqedonie i ndjek me vëmendje, dhe të gjithë jemi krenar që Shqipëria më bëhet faktor kyç në rajon. Mund të them se prej shteteve të Ballkanit Perëndimor mund të thuhet se Shqipëria dhe kryeministri Rama më janë lider në rrugën europiane të këtyre shteteve. Gëzohem që Shqipëria i filloi edhe negociatat për kapitullin e fundit për antarësim të plot fuqishëm në Bashkimin Evropian. Ne shpresonim dhe uronim që Maqedonia të jetë së bashku, Maqedonia e Veriut me Shqipërinë, por fatkeqësisht për shkak të problemeve të caktuara që kemi me njërin prej fqinje, konkretisht me Bullgarinë, Maqedonia nuk ja doli dot që t'i bashkangjitet Shqipërisë. Kudo qoftë që të lëvizim në Shqipëri, shihet ndryshimi jashtëzakonshëm këtyre 10-15 viteve të fundit. Me tifozerin ndiqen zgjedhjet në Shqipëri edhe vendore kur janë edhe parlamentare, kështu që mund të them se ne fizikisht jetojmë atje, por shpirtërisht i ndjekim të gjitha zhvillimet këtu, dhe nuk besoj, po mendoj se çdo i dyti shqiptar i bën pushimet verore, në qoftë se bjo edhe më shumë i kalon diku në Shqipëri. Ka zgjedh Shqipërinë. Në fakt e përmend në fillim të kësaj bisede që në datën 19 tetor Maqedonia do të ketë, pra jemi në një ditë zgjedhjesh, zgjedhjet lokale. Partia që ju drejtoni, Aleanca për Shqiptarët, tashmë është në koalicion me partinë që drejtohet nga Ali Ahmeti, një koalicion i quajtur Beslidhja e Aleancës Kombëtare për Integrimin. Cilat janë pritshmëritë e këtij koalicioni për zgjedhjet lokale të 19 tetorit? Simbas të gjitha anketave dhe sondazheve që bëhen në Maqedoni, pritshmëria është diferenca mes dy bloqeve, bllokut Aleanca Kombëtare për Integrim, ku jemi ne dhe BDI-ja, që të ketë 2 fish ose më shumë se 2 fish vota në listën e këshilltarëve, në krahasim me partitë shqiptare që janë me një koalicion dhe quhen Blend dhe janë pjesë e qeverisë, pjesës së cilës ishim edhe ne deri para 2 muajsh, po për faktin që Maqedonia ngec në rrugën evropiane, për faktin që shqiptarët marginalizohen për institucionet shtetërore, ne vendosëm që të largohemi prej koalicionit Vlen, e cila është pjesë e qeverisë, që herën e parë në historinë e Maqedonisë ndodh që një parti shqiptare, duke i pas të gjitha të mirat, unë isha ministri i shëndetësisë, vendosëm që të largohemi, të braktisim qeverinë dhe të bashkangjitemi opozitës, apo të kthehemi popullit dhe të kërkojmë përkraje prej qytetarit. Po, ashtu si kurse e përmendët, keni qenë në fakt 2 herë ministër i shëndetësisë dhe për 2 mandate keni drejtuar komunën e Gostivarit. Po morët një vendim për të tërhequr nga qeveria. Pse kjo zgjedhje? E them, herën e parë në historitë të Maqedonisë ndodh që një parti shqiptare të largohet prej qeverisë, i plot vetëdijshëm se njerëzit, zakonisht edhe antarët e partive, duan të jenë qeveri dhe prandaj ekzistojnë partitë politike.
por prej asaj që ndodhte në qeveri, asnjëherë shqiptarët nuk kanë qenë më të marginalizuar këto 35 vite. Nisëm thjesht të ndjehemi si kukulla në atë qeveri dhe unë personalisht vendosa ta braktis pozicionin e ministrit, zavendës ministrat që i kishim drejtorët të gjithë dham dorëheqje përveç një pjesë të vogël 5-10 njerëz të cilët vendosën që të vazhdojnë me atë qeveri, pjesa dërmuese e antarëve të Aleancës për Shqiptarët vendosën të kthehemi qytetarit, të kthehemi popullit dhe të bashkëjetojmë me ato dhe të kërkojmë përkrahje prej tyre për një mandat tjetër në pushtetin lokal, ku Aleanca për Shqiptarët së bashku me partitë tjera opozitare, ku është edhe partia e Zotri Ahmetit, besoj se partia e parë dhe e dyta kur bëhen bashk në Maqedoni, partia e Zotri Ahmetit për momentin me besueshmëri është e para, Aleanca për Shqiptarët është e dyta e rangume. Kur bëhen së bashku, unë mendoj se diferenca dhe jetë më shumë se 2-1, mos them 3-1, po ja, me modesti e them më shumë se 2-1. Mirë, ne duke ju uruar edhe shumë suksese në zgjedhjet lokale, që natyrisht do t'i ndjekim me shumë interes pas disa muajsh, dua t'i rikthehem pak vitit 2001. Marrëveshja e Ohrit në vitin 2001 u duk në fakt sikur ishte një regulator i mirë për kuadrin ligjor të drejtave dhe lirive të njeriut të shqiptarëve të Maqedonisë. Por në fakt ne ende vazhdojmë të flasim për shkeljet të drejtave të njeriut të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pse ndodh kjo? Fatkeqësisht e vërtet, marrëveshja e Ohrit u nënshkrua në vitin 2001, diku në verë të vitit 2001 dhe duheshte i njëjti të implementohet në kushtetut dhe me ligje deri 2006 të përfundonte implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Dhe fatkeqësisht sot jemi 2025, dhe me thënë 24 vite mbas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, me plot përgjegjësi dhe me plot kompetencë them as gjysmë e asaj që është e parapar në marrëveshjen e Ohrit nuk është implementuar. Bile shtylla kryesore e marrëveshjes së Ohrit ishte decentralizimi i pushtetit dhe Maqedonia vazhdon të jetë shteti më i centralizuar jo në shtetet e rajonit, po në Europë me siguri. Domethënë kompetencat e kryetarëve të bashkive në Shqipëri dhe në Kosovë kanë kompetenca shumë më shumë se kryetarët e komunave në Maqedoni. Bile njëra prej insistimeve tona në qeveri ka qenë që të ndodhë decentralizimi dhe tash po ndodhë centralizimi i pushtetit. Kështu që ajo ishte shtylla kryesore sipas meje. Në qoftë se ndahen kompetencat komunave, decentralizohet pushteti, unë mendoj se atë shqiptarët praktikisht kanë shumë më shumë pushtet për të rregulluar vendbanimet në të cilat jetojnë. Mos flas për pjesëmarrjen apo përqendjen e përfaqësimit të shqiptarëve, në disa institucione numri është korrekt, i mirë, por ka institucione ende në Maqedoni ku as pak nuk përfillen apo përfaqësimi i shqiptarëve është zero. Fatkeqësisht 24 vite mbas marrëveshjes së Ohrit, tash u soll një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili nuk u votua në parlament, po u dërgua në Venedik, domethënë që të analizohet atje prej ekspertëve, e mandej të rikthehet, e pa mandej të votohet, por në ndërkohë ndodh punësime të shumta në për institucione, ku përfaqësimi i shqiptarëve fatkeqësisht, them për këtë vit fundit, 95% punësojnë Maqedonas dhe vetëm 5% shqiptarë, në ndërkohë sa për opinionin në Shqipëri, përfaqësimi i shqiptarëve në shtet është gati se 30%, diçka më pak se 30%. Praktikisht gati se 1/3 e popullatës në Maqedoni janë shqiptarë. Kuptoj. Ka ende punë për të bërë. Edhe shumë punë, bile mendoj se elementi kryesor i cili generon kriza në Maqedoni është kushtetuta dhe seriozisht dy etnit kryesore që jetojnë në Maqedoni duhet të kenë kohezion të brendshëm dhe të mendojnë seriozisht për të krijuar një kushtetutë e cila do ishte e kapshme për të gjitha etnit të cilat jetojnë, po kryesisht për dy etnit të cilat përbëjnë 90% të popullatës në Maqedoninë e Veriut. Pak kohë më parë, kryeministri Edi Rama ka vizituar një nga pikat ikonike të kryeqytetit Maqedonisë, qashin e njohur e famshme, ku është mirëpritur aty nga shumë shqiptarë të Maqedonisë së Veriut. Çfarë do thotë për ju
një mbështetje zyrtare nga Shqipëria? Shumë e rëndësishme që Shqipëria të jetë përkrahje, do me thënë të jetë krah shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë kufive. Jo me sa e di, po jam i sigur që simbas kushtetutës edhe obligohet kryeministri dhe presidenti i shtetit që të kujdesit edhe për shqiptarët të cilët jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. E njëjta vlen edhe për Kosovën, do me thënë përkraja morale po edhe përkraja reale që vjen prej Shqipërisë dhe prej Tiranës zyrtare shumë e rëndësishme. Unë mendoj se kohëve të fundit, zotri Rama, jo kohëve të fundit, çdo herë ka qenë një lloj facilituesi mes partive politike të cilët jemi shumë në Maqedoni, 7-8 parti. Çdo herë kur ka pas kriza të caktuara, zotri Rama ka ditur që të ndërhyjnë, në kuptimin jo të ndërhyjnë të përzihet, por thjesht t'i ulën bashkë dhe të ketë pajtueshmëri për disa çështje kryesore të cilat janë për shqiptarët andi. Dhe përsëri mendoj se zotri Rama në mënyrë perfekte është duke u munduar që të jetë asnjë anës dhe përkrahës i gjithë shqiptarëve dhe i gjithë partive politike në Maqedoni, për të cilën ja publikisht dua të falenderoj. Në fakt, ju e citoni vazhdimisht kryeministrin Edi Rama. Sipas jush, cila është qasja për të përballur me palën maqedonase? Me këtë shumë gjëra në politik varen prej raportit të numrave, përfaqësimit të numrave në parlament. Jo në Maqedoni çdo kund është kështu. Aktualisht partia maqedonase e cila është në pushtet, VMRO-DPMN, bashkë me një parti tjetër maqedonase kanë 64 deputet prej gjithsej 120. Do të mbi gjysmën e kanë dhe shqiptarët ju duan atyre më shumë sa për të pas përfaqësues shqiptar. Jo de facto ato të jenë faktor apo partner të realt. Kjo ishte edhe njëra prej arsyeve pse jemi larguar. Zakonisht në Maqedoni, jo zakonisht, asnjëherë s'ka pasur qeveri pa shqiptarët, domethënë qeveri monoetnike, prej kur është krijuar Maqedonia e pavarur, prej vitit 1991. Kështu që shumë me rëndësi është them që shqiptarët të cilët marrin në pjesë në qeveri, pavarësisht numrave, edhe pse varet edhe prej numrave, duhet të ketë një farë partneriteti midis dy etnive kryesore që jetojnë aty, dhe mendoj se zotri Rama është duke lobuar dhe duke u munduar që përfaqësimi i shqiptarëve atje të jetë ide. Mendoni që ndoshta kur bëhen bashkë partitë shqiptare, jo vetëm në Maqedoni, po edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, mund të kenë një përballje më të mirë ndaj palëve? Definitivisht po. Shihni, në qoftë se partia shqiptare atje ka më shumë deputet dhe apo jemi dy blloqe dhe bloku tjetër ka shumë më pak deputet, për momentin për shembull prej 30 deputetëve, gjithsej shqiptar, në qeveri janë përfaqësues shqiptar vetëm 11 deputet. Do thënë 19 deputet shqiptar janë në opozit. Në qoftë se ky numër është edhe më i madh, atëherë veç imponohet që partia maqedonase ta zgjedh partinë shqiptare e cila përfaqësohet me më shumë deputet në parlament. Besoj dhe shpresoj, unë thash, Maqedonia ka nevojë jo për ndryshime të vogla apo shminka në kushtetut, po ka nevojë që seriozisht të ulemi, të mendojmë, të bisedojmë dhe eventualisht edhe të fillojmë të punojmë, jo urgjentisht, po në kohë të caktuar të punohet në një kushtetut të re, e cila do ishte e pranueshme prej gjithëve që jetojmë ande. Të kthehem pas në kohën vitin 1999, kur Shqipëria, me gjithë njohjen që kishte edhe dashurinë edhe mikpritjen ndaj vëllezërve kosovar, tregoi një solidaritet jashtëzakonshëm. Mes tyre sigurisht edhe Korça. Nuk e di se sa e njihni ju kontributin e korçarëve për ndihmën e madhe që i ka dhënë familjeve kosovare, po dhe në përgjithësi. Këtu ka pas kampen në qoftë se zgaboj të kosovarëve gjatë luftës. Si e keni vlerësuar në fakt solidaritetin e popullit shqiptar ndaj Kosovës, po jo vetëm?
Unë mendoj se shqiptarët solidarizohen me njëri tjetrin, fatmirësisht edhe Tirana edhe Prishtina, si dy shtete shqiptare në Ballkan, janë duke u munduar që ti ndihmojnë në shqiptarët të cilët janë në shtetet tjera, si në Lurgin, si në Maltezi, si në Maqedoni, si në Greqi. Besoj dhe shpresoj që kjo mënyrë e solidarizimit do të vazhdon edhe më tutje dhe është e pakontestueshme se kur kanë qenë momente të vështira, ndash për Shqipërinë, ndash për Kosovën, ndash për Maqedoninë, aty kanë qenë të gjithë që ti ndihmojnë njëri tjetrit. Dhe kjo mendoj se qëndron në ADN-n e të gjithë shqiptarëve. E vërtet. Historia na ka treguar që gjatë luftës së dytë botërore, me gjithë bashkimin edhe fiktiv të disa rajoneve Maqedoni, janë hapur shkolla në Maqedoni, shkolla shqipe. Unë kam pasur mundësinë të vizitoj disa prej tyre dhe të takoj shumë mësues që japin dhe punojnë fort në disa shkolla aty. Sot ne përballemi me shumë të rinj, kryesisht maturantë, të cilët zgjedhin dek, kryesisht të cilat kanë suksesin e tyre në disa universitete në Maqedoni, në Tetov, në Shkup, dhe zgjedhin të studiojnë aty. Si e shihni këtë shkëmbimin kulturor mes të rinjve, po edhe arsimor, që ndodh mes dy shteteve tona? Njëra prej temave të cilët i biseduam me kryetarin e komunës së Pogradecit ishte edhe kjo, sepse komuna e Gostivarit ka një përvojë shumë të mirë, fantastike, me një komunë të Gjermanisë, me cilët ka shkëmbim të nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme, dhe ideja të cilën sot e biseduan kryetari i komunës Gostivarit dhe kryetari i komunës së Pogradecit, njëra prej temave ishte edhe për grupet kulturor-artistike, eventualisht kur ka organizime apo ngjarje kulturore që ato të jenë mysafir në Gostivar çdo verë kur janë mërgjimtarët në qytetin tonë, ka organizime të shkëlqyeshme në të cilet është bukur që të ketë grup prej Korçë, grup prej Pogradeci, një grup tjetër kulturor-artistik prej një qyteti tjetër të Shqipërisë, pse jo nxënësit e shkollave të fillore apo të mesme të kalojnë një muaj apo 2 javë ose një gjysmëvjetor në Maqedoni, në shkollat në Maqedoni, ose nxënësit tonë këtu në Korçë apo në ndonjërin prej bashkive tjera në Tiranë. Kjo do ishte përvojë e shkëlqyer për ato, po edhe shkëmbim, them kështu, kulturash nuk mund të them, po shkëmbim të gjithë asaj të cilën e kemi nga bendlidhjet tona prej ngarjet. Pavarësisht përpjekjeve që kanë bërë shqiptarët ndër vite për të hequr kufit, mendoni se ne e njohim mjaftueshëm njëri tjetrin? Mendoj se e njohim, por pak edhe mund të kemi panjohuri dhe paragjykime, prandaj edhe mendoj se fëmijët prej shkollave fillore apo të mesme edhe duhet sa më shpesh të frekuentojnë territorit e ndryshme ku jetojnë shqiptarët, dhe kjo do ishte ide briliante dhe besoj ide e cila mund të realizohet pas një problem. Zoti Taravari, ju nuk jeni vetëm sigurisht në këtë vizitë që keni ndërmarrë në disa prej bashkive të Qerkut Korçës të rajonit tonë juglindor. Mund të dim kush ju shoqëron, cilët janë shoqëruesit tuaj, delegacioni? Zbashku me mua janë kandidatët për kryetar komunës, tash 2 janë kryetar komunash aktual, kryetari komunës së Gostivarit, doktor Valbon Limani, kryetari komunës së Vrapçishtit, zotri Isen Shabani. Këto të 2 janë kryetar komune aktual dhe besoj të ardhshëm, dhe 2 kandidatë tjerë për kryetar komunësh, për komunën e Tearcës, zotri Nazim Tajipi, dhe për komunën e Sarajit, zotri Blerant Ramadani. Këto janë ekipi me të cilët i vizitojmë këto bashki në Tiranë, në Shqipërinë fakt. Ju keni deklaruar në fakt sot për mediat, e keni identifikuar si skandaloze dhe të orkestruar thirrjen anti-shqiptare që në fakt ka ndodhur vetëm pak ditë më parë në një ndeshje basketbolli. Po, para ca ditësh në Kumanov kishte një ndeshje basketbolli ndërmjet them kështu reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut me Romanin, dhe fatkeqësisht një grup tifozësh kishin skandim të fjalëve të cilët ishin të pahishme
dhe të cilët janë një retorikë e cila shumë shpesh përdoret për tifozëve Maqedonës, do me thënë gaz për shqiptarët, shteti pastër etnik, shqiptari mirë është shqiptari vdekur, dhe normalisht, si çdo herë kishte solidarizim, reagim prej të gjitha partive politike shqiptare, gjithashtu prej të gjitha institucioneve të kështu relevante prej Shqipërisë e prej Kosove, por fatmirësisht nesërmen kjo i sensibilizoi edhe partitë politike maqedonase dhe me një farë mënyre kishte një farë reagimi edhe prej atyre se nuk duhet të përsëriten, nuk duhet të përdoret ky wording në për stadiume, në për ngjarje sportive prej tifozëve të ndryshëm. Mbas disa ditëve kishte një lojë e klubit futbollistik Shkëndija, ku tifozët shqiptar me një klub prej Azerbejxhani, ku tifozët shqiptar as pak dhe as kundi nuk fyen asnjërin. Unë mendoj se kultura e shqiptarit është e tillë sepse ne nuk kemi frustrime, ato të cilët kanë të lashe me vetveten edhe ndonjëherë, jo ndonjëherë, por shumë shpesh e përdorin fjalorin ofendues dhe fyes ndaj shqiptarëve, edhe pse realisht maqedonasit përveç përkrahjes në çdo lloj mënyre prej Kosove dhe prej Shqipërisë, posaçërisht prej Shqipërisë, nuk kam pasur asnjë kontest me Shqipërinë. Kam pas probleme me Serbinë, të cilët nuk ua pranojshin kishën, me Bullgarinë, të cilët nuk ua pranojshin gjuhën, me Greqinë, të cilët nuk ua pranojshin emrin e shtetit dhe flamurin, dhe kjo unë mendoj se i frustron Maqedonës dhe përsëri ato në asnjë mënyrë nuk fyejnë ose nuk ofendojnë asnjërin prej tyre, po fyerjet dhe ofendimet janë disi çdo herë ndaj shqiptarëve, që mendoj se nuk i ndihmon shumë bashkëjetesës atje, sepse Maqedonia është jo vetëm shoqëri, po edhe shtet multietnik, dhe unë mendoj se këto janë rezultati i politikave të cilat ndodhin. Në qoftë se del një ministër ose një kryeministër apo një kryetar shteti, president shteti edhe në mënyrë jo dinjitoze sillet ndaj shqiptarëve edhe don të tregon muskuj në kuptimin e forcës politike, atëherë pritet që edhe qytetari rëndom të reagon ashtu, dhe unë mendoj, përsëri vazhdoj të mendoj se nuk na duhet segregim, po na duhet kohezion i brendshëm, duhet të kemi respekt të ndërsjellë të gjithë që jetojmë në një shtet, sepse ai shtet fundit nuk është as i Maqedonasve, as i shqiptarëve, po të gjithëve që jetojmë aty. Për këtë arsye keni quajtur të orkestruar, zoti Arapari? Po unë mendoj se komplet kjo ndodhi mbas një shpërtimi të kryeministit në parlament, kur nisi të unë me profesion jam neurolog, po edhe psikologjinë automatikisht e ke detyrim që 6 muaj ta mësosh, ka një sindrom apo një fenomen, ma mirë them kështu, quhet reflektim. Në qoftë se ju dhe unë e flasim, në moment që unë them se kam thënë për ju, për shembull, Kauri, ashtu e tha kryeministri, sikur ne kemi thënë për Maqedonasit Kauri, që s'ka të bëhe me realitetin, atëherë në atë moment ai prej vetes niset, se ai mendon shqiptari është fjalë ofenduese për shqiptarët, ose nisi të bën filma me një farë mënyre, thotë se Ali Ahmeti dhe Arben Taravari mendojnë të defaktorizojnë Maqedonasit në Maqedoninë Perëndimore, automatikisht ai mendon të defaktorizojnë shqiptarët, se kërkundi nuk është tënë kjo, se nuk është edhe ideja të defaktorizojnë Maqedonasit, po ideja është që të bashkëjetohet së bashku me Maqedonasit, por bashkëjetohet si qytetar të barabartë, jo si qytetar të rendit të dytë. Kështu që pas kësaj ngjarje në parlament, pas 2-3 ditësh ishin zhvillimet në Kumanov, e besoj dhe shpresoj se reflektuam të gjithë, u solidarizuan edhe Shqipëria dhe Kosova, e kuptuan edhe Maqedonasit porosin dhe besoj në të ardhmen mos përsëriten kështu ngjarje në për ngjarjet sportive. Zoti Taravari, sot në Kosovë është protestuar kundër gjykatës speciale. Çfarë mendoni ju për këto protesta? Po, të arsyeshme realisht, lufta e 1999 në Kosovë ishte luftë nacional shqiptare atje, dhe normalisht
një grup njerëzish, një ushtri relativisht mire organizume, normalisht edhe me ndihmën e NATO-s, e çliruan Kosovën dhe Kosova u shpall shteti i pavarur. Pas asaj u formuan një gjykatë speciale për të cilën jemi të sinqert dhe të realt e votoi Parlamenti i Kosovës, por jo me qëllim që në atë gjykatë të çohen udhëheqësit e kësaj ushtrie çlirimtare kombëtare, ushtrishtrimtare të Kosovës, të cilët faktikisht komplet udhëheqësia e kësaj ushtrie tash i ke në hak. Unë mendoj padrejtësisht sepse ato kanë luftuar për ta çliruar territorin dhe shtetin e vet. Dhe këtu unë nuk shoh asgjë që mund të jetë si argument ose fakt për t'i mbajtur njerëzit të burgosur në burgun e Hagës. Masoviteti që ka pasur në këtë protest tregon se këto njerëz kanë përkraje të fuqishme prej qytetarit të Kosovës, qytetarit të rëndom të Kosovës, dhe nuk e meritojnë që t'jenë të burgosur, po duhet t'jenë të lirë, të kthehen në familjet e tyre dhe të vazhdojnë jetën e tyre. Qeveria shqiptare ka një ndër prioritetet e saj tashmë prej kohësh futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin, të paktën deri në vitin 2030. Po Maqedoninë e Veriut, pas sa vitesh e shihni ju në Bashkimin Evropian, familjen e madhe europiane? Realisht shpresat ishin të mëdha. Ne vitin e kaluar kishim zgjedhje parlamentare në Maqedoni dhe ndodhi rotacioni politik të shqiptarët. Dhe ne atëherë ishim në Vlen, i bëm një sasi konsiderueshme të votave dhe hyrëm qeveri me këtë qeveri ekzistuese, prej të cilës u larguam para 2 muajsh. Pika e parë që kërkuam prej partnerit ton të koalicionit, apo partisë më të madhe, VMRO dhe PMN, partisë më të madhe maqedonase, ishte që të vazhdojë rruga europiane dhe premtimet ishin prej kryeministrit Mickoski se për 6 muaj do ta gjejmë modusin si të bëjmë ndryshimet kushtetuese, që të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian, apo ndryshimet kushtetuese janë kushti prej Bashkimit Evropian që bugarët të futen në preambulën e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë Veriut, por me kohën e pam që kaluan 6 muaj, nuk ndodhi kjo, kaluan edhe 3-4 muaj, dhe tash kjo ishte arsyeja kryesore, edhe pse kishte edhe disa arsye tjera, ma pak të rëndësishme, po jo sa kjo, dhe unë friksohesha para zgjedhjeve të 8 maj të vitit të kaluar, kam thënë se frikën më të madhe e kam që mos na përsëritet Bukureshti 2008. Çfarë ndodhi në Bukuresht? Në Bukuresht të vitit 2008 duheshte Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova të bëhen anëtare të plot fuqishme të NATO-s. Dhe atëherë presidenti Bush doli dhe tha se këto 3 shtete të nesërme bëhen anëtare të NATO-s, por fatkeqësisht të nesërmen për shkak të vetos së Greqisë, Shqipëria dhe Kroacia u bën, Maqedonia mbeti dhe duheshte 10 vite të tëra, 2018, që Maqedonia të bëhet anëtare e NATO-s. Tash, këtë kam thënë para zgjedhjeve të parlamentare të vitit të kaluar, tash i frikohem përsëri mos na ndodh skenari i njëjtë, që jo me Shqipërinë 2030, po kjo të mbetet shumë më vonë, që do të ishte shumë frustruese për qytetarët të cilët jetojnë në Maqedoni. Shpresat ishin të mëdha që Shqipëria dhe Maqedonia së bashku do të aprojnë dhe do të bëhen anëtare të plot fuqishme të Bashkimit Evropian. Nuk ka dyshime me çdo përfaqësues ndërkombëtar që bisedon në Europë dhe në Amerikë, pa dyshim thonë që Shqipëria bile më herët se 2030 do të bëhet anëtare plot fuqishme dhe natyrisht ne si shqiptar jemi shumë krenar për këtë. Spaku do të mundemi t'i marrim pasaportat e Shqipërisë. Të shpresojmë dhe dëshirojmë në fakt të gjithë. Zoti Taravari, duke patur parasysh shumë vatra lufte që janë hapur në gjithë botën, shpeshherë edhe Ballkani shihet një vatër e nxehtë duke patur parasysh konfliktet e vendeve të vogla në dukje. Si mendoni, kur Ballkani do të jetë një rajon i paqët? Kur mund të ndodhë kjo? Tash se di sa është e vërtet. Kjo zonë çdo herë ka qenë konfliktuoze. Shumë popull të cilët jemi relativisht të vegjël në krahasim me popujt që ekzistojnë mbi 1 miliard me qindra milion, dhe çdo herë këtu ka pasur konflikte dhe probleme të pazgjedhura.
Mënyra e vetme që ky rajon të qetësohet dhe të ketë një paqe më afatgjate është komplet rajoni të hynë në Bashkimin Evropian. Kjo do ishte mënyra e vetme, kufi nuk do ekzistonin, çdo kush, çdo kund do lëvizte pas një farë problemi, do zhvilloheshte një ekonomi dhe zhvillimi komplet rajonit, por ekzistojnë probleme të vogla të cilët e pengojnë këtë procedurë ose këtë aksion të kyçjes së komplet Ballkanit Perëndimor, momentalisht Bugaria me Maqedoninë, Bosnia me Serbinë, mos e diskutojmë, Kosova me Serbinë gjithashtu. Uroj dhe shpresoj sa më shpejt të gjithë politikanët, pavarësisht ku jetojnë në Maqedoninë Perëndimore, të zgjohen, të bëhen sa më të zgjohen në kuptimin të vetëdijsohen, të kuptojnë çfarë përgjegjësie kanë, sepse çdo vonesë dhe çdo irracionalitet, jo racionalitet, na bën dëm të gjithëve, veç ndodh egzot prej vendeve tona, nuk është mërgim më. Për shembull në Maqedoni prej 2 milion banorëve, 2.200.000 banorëve të cilët kanë qenë në vitin 2002, tash nuk janë 1.5 milion banorë. Do të thonë 1/3 e popullatës ka shkuar. Te duhet të presim ende për të bërë politika të lloj-llojshme, për të prit përkraje për zgjedhjet e ardhshme. Ish kryeministri i Britanisë, Sotri Churchill, thotë politikani mirë nuk i mendon zgjedhjet e ardhshme, po i mendon gjeneratat e ardhshme. Kështu që unë nuk kisha bërë thirrje të gjithë politikanëve të Ballkanit që të vetëdijsohen, të zgjohen dhe sa më shpejt të gjejnë zgjidhje për të kaluar këto probleme dhe së bashku të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, që mos kemi asnjë farë rreziku. Normalisht gjithnjë këtu ka edhe faktorë të cilët nuk e duan këtë, dhe kjo është e padiskutueshme. Ndikimi i Rusisë për shembull në Serbi është e padiskutueshme, ndikimi i botës serbe mandej në Maqedoni veç qëndron edhe në raportin e Bashkimit Evropian. Ka njerëz që përkrajnë dhe duan procesin e integrimit, po gjithashtu ka faktorë të cilët edhe mundohen ta pengojnë dhe ta suprimojnë. Si shihni të ardhmen e bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë dhe konkretisht Bashkisë së Korçës? Unë besoj që së shpejti të realizohen disa projekte, unë thash në arsim spaku, në kulturë, në sport, po pse jo edhe projekte të Bashkimit Evropian, të cilët mund të realizojnë dy komuna. Më tutje në qoftë se veç nisin që të ketë shkëmbim të nxënësve, grupeve kulturore artistike, ekipeve sportive, pse jo edhe binjakëzim të komunave. Gostivari është i binjakëzuar me disa komuna, prej Bullgarisë, prej Kosovës, prej Kroacisë, prej Gjermanisë, pse mos binjakëzohemi edhe me ndonjë komunë prej Shqipërisë. Do të ishte një përvojë mirë, po paraprakisht unë mendoj se duhet bëhen disa aksione me cilët qytetarët e këtyre bashkive apo komunave dal nga dal do ta njoftojnë pak më shumë njëra tjetrën. Një mundësi shumë e mirë kjo. Dhe në fakt urojmë që të ndodhin shumë shpejt këto bashkëpunime të frytshme mes bashkisë tonë dhe pse jo, konkretisht komunës së Gostivarit, po jo vetëm. Zoti Taravari, unë ju falenderoj për kohën që na kushtuat. Faleminderit edhe në emër gjithë teleshikuesve të ekranit tonë. Ju urojmë shumë suksese në zgjedhjet lokale, që do t'i ndjekim pa diskutim me shumë interes, dhe jeni gjithmonë i mirëpritur. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe faleminderit për mundësi. Ishim në një intervistë ekskluzive me zotin Arben Taravari, kryetar i Partisë Aleanca për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Faleminderit që qëndruat sonte me ne.